duke u mbështetur në informacionet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, procesi i votimit në Republikën e Kosovës ka përfunduar në orën 19. Duke u mbështetur në komunikimet dhe raportimet që kemi pranuar gjatë ditës nga tereni, vlerësojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të qetë, të rregullt dhe në përputhje me kërkesat ligjore. Deri në këtë kohë që flasim, nuk janë evidentuar incidente të cilat do të mund të cenonin integritetin, besueshmërinë apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Pas konferencës së pasdites, kemi pasur 3 raportime për ndërprerje të energjisë elektrike në 3 qendra votimit të komunës së Rahovecit, Dragashit dhe Hanit të Elezit. Menjëherë është njoftuar keci dhe sipas informatave, energjia elektrike është rikthyer në kohë shumë të shpejtë. Thotë energjia ka munguar për vetëm diku 5 deri në 10 minuta në këto vende. Në emër të KQZ-s, ne i falenderojmë institucionet të ndryshme për angazhimin e tyre për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, e sidomos në këtë rast edhe Kecin, për trajtimin në kohë të shpejtë të rasteve të paraqitura. Duhet të theksoj që nga raportimi i fundit që ka qenë diku rreth orës 4:30 për këto ndërprerje, nuk kemi pas asnjë raportim për ndërprerje të energjisë elektrike dhe sipas komunikimeve tona me KEC, në secilën qendër të votimit ka energji elektrike dhe do të vazhdon të ketë për gjatë mbrëmjes, e po ashtu edhe në qendrat komunale të numërimit. Po ashtu duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga më shumë se 98% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 890.859 votues, apo 44.56% nga 1.999.204 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 9 shkurt 2025, sipas të dhënave preliminare nga rreth 91% të vendvotimeve, kishin votuar 40.04% apo 789.172 votues nga 1.970.924 votues. Ndërkaq në rezultatet e certifikuara nga KQZ, pra kur janë përmbyllur të gjitha çështjet lidhur me rezultatet, numri i votuesve që kanë votuar në vendvotime të rregullta ka qenë 871.662 votues. Aktualisht, në shumë prej vendvotimeve ka filluar numërimi i fletvotimeve për të subjekteve politike. Ky është një hap kyç që në përmbylljen e ditës së zgjedhjeve dhe zhvillohet sipas procedurave të përcaktuara me ligj dhe rregulloret e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. U bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri, duke respektuar në pikëri të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Pas numërimit të çdo vendvotimi, rezultatet preliminare do të prezantohen në platformën e KQZ-s për rezultate. Për këtë, në platformë sigurisht do të fillojnë prezantimi i rezultateve diku rreth orës 19:45 e tutje. Për fund, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon se në ora 19 ka filluar afati 44 orësh për paraqitjen e ankesave në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me procesin e votimit të sotëm. Nëse ka ndonjë pyetje, Leonita Bajrami, Top Channel. Kur mundemi pas edhe votat e diasporës në Kosovë, se realisht është raportuar që ka me pas vonesa në kthimin e tyre në Kosovë, të azëm ato që shëndrojnë në përfaqësi diplomatike, marrë parasysh edhe raportime nga zgjedhjet e nën shkurtit ku ka pas lëvizje nga persona të pa autorizuar, paraqet kjo rrezik edhe për këto zgjedhje. Në këto zgjedhje procesi i votimit me post ka shkuar më ndryshe. Thotë ne kemi dërguar përmes kompanisë DHL votat tek votuesit jashtë vendit dhe të gjitha që i kemi pranuar në adresat tona, ato do të tërhiqen dhe do të kthehen në Kosovë. Tërhiqja do të bëhet më së largut deri me datën 5 janar për shkak të festave të fundvitit dhe vikendeve ku në këto ditë shërbimi postar nuk punon as në për
shtetet e botës, po as tek ne. Sa i përket materialeve të votimit në diasporë, në përfaqësitë diplomatike, edhe këto materiale do të pranohen, por për këto nuk ka ndonjë datë të caktuar. Megjithatë, unë besoj që brenda javës së ardhshme do të arrijë të gjitha Kosovë. Shëndetje, Albion Shëkia nga Syri Televizion. Pyetja ime ka të bëjë me problemin që e kemi raportuar gjatë gjithë ditës dhe e keni konfirmuar edhe ju në lidhje me energjinë elektrike. Çka nëse ndërpritet tani kur procesi i numërimit të vota fillon, a do merrnet përgjegjësi dhe a keni ndërmarrë diçka për të përmirësuar gjendjen? Unë muj vetëm me konfirmu që rryma nuk do të ndalet në këto orë. Ashtu jemi dakorduar me KEC, ashtu të gjithë zyrtarët e KEC-it janë në terren dhe në vazhdimsi janë duke na dërguar fotografi ka secila qendër e votimit ku ka që tregojnë se ka energji elektrike dhe nuk do të ketë shkputje të energjisë elektrike. Për çka nëse nuk mund të përgjigjem. Ka ndonjë pyetje tjetër? Po, kur pritet që të kemi rezultatet preliminare? Se ndoshta Po besoj sonte, diku rreth orës 10:30 apo 11, por do t'ju njoftojmë me kohë kur do ta mbajmë edhe konferencën e fundit për rezultatet preliminare. Do të koordinohemi edhe me Valmirin, Valmiri do t'ju njofton gjithëve. Zëdhën si Valmiri. A ka ndonjë pyetje tjetër? Nëse jo, me kaq që përfundojmë takimin. Faleminderit. Ju falenderoj mediave për përcjelljen dhe raportimin korrekt të procesit që do të faleminderit.